Shëtimin edhe djelën pas të ufanisë, pra pas shëktërimit të ujrave që kërkuam 6 janar. Në këtë ditë, ne lexojmë Evangjelin sipas Mateut. Jesui, pasi dëgjoi se Johani e kishte futur në burg, udhëroi në Galile. Pastaj nga Nazareti dhe shkoi të banoi në Kapernaum, qytet bregdetar në kufijt e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej që ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia që thotë: toka e Zabulonit, toka e Neftalit, i bregun e detit, kraina për te i Jordanit, Galilea e pakartë. Populli që degjen e errësirë pa një dritë të madhe, dhe për mbi ata që degjeshin në krainën dhe në hije degjet doli drita. Që nga e ku Jesui filloi të predikojë thotë: pendohuni se mbretëria e qiellit është afër. Pra pas Ioan Paksorin e kurvosi Herodi, dhe kështu ai përmbushi gjithë shëtimin e tij profetik, por dhe pakësor si pararrezës të Krishtit, atëherë Jesui filloi misionin e tij. Nuk qëndroi në Jude, sepse Judet ishin armiqësor me atë, por shkoi në një krajinë, Galilea e Kombit, një vend i përsierë ndërmjet Judeve dhe paganëve. Ishte popull që ishte në errësirë. Dhe nuk po flasim këtu për të errësirën fizike, po flasim për errësirën shpirtërore. Vendi ku gëllonte mëkati, padituria, vesteknia dhe çdo gjë e keqe kundër Perëndisë. Aty vjen Jesui dhe ai erdhi si drita e botës, drita shpirtërore, për të ndryshuar njerëzit në padijen e mëkatit, dhe fjalët e Jesuit janë: pendohuni se mbretëria e qiellit është afër. Dashur krishterë, këto fjalë të Krishtit janë një moshë gjithçka dhe në kohën tonë deri në kohën e fundit, në ardhen e dytë të Krishtit. Por çfarë është pendimi që ne shpesh e dëgjojmë? Që të kuptojmë se çfarë është pendimi, duhet të kuptojmë çfarë është mëkati, që fatkeqësisht shumë njerëz nuk e dinë se çfarë është, nuk e ndjejnë se e kanë, prandaj dhe janë indiferent. Ku bëhet fjalë për pendimin. Mëkati është të devijosh nga rruga. Mëkati është të thyesh urdhresat e Perëndisë. Mëkati është të bësh atë që është e keqe ndaj vetes, ndaj të afërt, ndaj natyrës, ndaj krijesës, ndaj gjithë universit. Mëkati nuk është vetëm një personal, por mëkati përhapet dhe shtohet, shumishohet tek gjithë krijesat. Prandaj mëkati është e keqja më e madhe që ne trashëgojmë nga çdo dy shqiptar, Adami e Eva, nga prindrit tanë dhe lindim me mëkat. Vim në një botë me mëkat. Prandaj kemi nevojë të pendohemi. Por çfarë është pendimi? Pendimi nuk është thjesht një keqardhje. Më falni, një çurrëvitje, thjesht që të vi keq se ke bërë një gabim. Pendimi është të kthehesh nga rruga e gabuar. Ashtu si një njeri niset në një rrugë dhe në fund shikon një grevim dhe pendohet që ka bërë gjithë atë puntim dhe që u rrezikua me jetën. Dhe çfarë bën? Jo vetëm çan malkon ose çan për rrugën e gabuar, por kthehet nga rruga e gabuar dhe gjen rrugën e vërtetë. Ky është pendimi. Të kuptosh se ke mëkatuar kundër Zotit. Ke mëkatuar kundër vetes, ke mëkatuar kundër të afërmit, ke mëkatuar kundër krijesës. Dhe të gjithë neve kemi mëkat. Ai që thotë që nuk ka mëkat, ai bën gënjeshtar Zotit. Sepse Zoti, që është e vërteta absolute, thotë që të gjithë njerëzit kanë mëkatuar. Dhe të gjithë neve trashëgojmë mëkat. Dhe kemi prirje për mëkat, që në parkun e nënës, aq më tepër vim në botën e mëkatit. Kështu që asnjëri prej nesh nuk mund të thotë që s'ka nevojë për pendim. Krishti herën e parë nuk erdhi për gjykim. Ai mund na gjykonte, mund na dënonte për mëkatet dhe vendoste rregullin moral. Nuk e bëri këtë. Përkundrazi, ai ishte si një mjek për të shëruar sëmundjen e mëkatit.
Prandaj do të pendoheni se Mbretëria e Qiejve është hapur. Kështu që pendimi është kthim tek Zoti, tek dashuria e Zotit. Por do thoni juve të pendoheni. Por si të pendoheni? Pendimi nuk është thjesht diçka që vjen njeriu. Është dhuratë e Perëndisë. Dhe Krishti u tha pendohuni, patjetër që ai dha dhe mundësinë e pendimit, dha shpirtin e pendimit. Zoti nuk kërkon një gjë që ai nuk e. Dhe na ka dhënë shpirtin e pendimit, atë që kemi kaq shumë nevojë neve. Dhe pra sipas hetëve të kishës pendimi është dhuratë. Shikoni çfarë thotë shën Isak Sirian. Pendimi është porta e mëshirës. Kush hyn nëpër të, hyn në mëshirën e Perëndisë. Pa hir minor, njeriu nuk mund të pendohet asnjëherë dhe nuk mund të shërohet. Prandaj, që e parë që kërkojmë Zotit, nuk është të Zot mirë këtë dhe atë, mirëqenie, shëndet, lumturi, por më jep pendim. Kemi nevojë për pendim, se pa hequr mëkatin asgjë nuk vjen. Zoti nuk vjen dhe qëndron në një shpirt mëkatar, në një trup të molepsur me mëkatin. Duhet të pastrohemi që të vijë Zoti. Dhe pastrimi vjen në atë pendim rrafimi. Dhe pendimi është shërim, jo dënim. Kështu që të gjithë etët e kishës kanë të njëjtin mendim. Shën Vasili ma thotë, mëkati është plagë. Rrëfimi, pendimi është tregimi i plagës. Rrëfimi është pastrimi i plagës. Dhe kungata është shërimi i plagës. A kuptoni se si të gjërat? Pra duhet të pendohemi, të ndërgjegjësohemi që kemi mëkat, ta rrëfejmë mëkatin, ta nxjerrim jashtë mëkatin dhe pastaj të vijë dhe ilaçi, që është kungata ime, që ne e marrim për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e mshuar. Amin. Pendimi të dashur krishterë bija e shpresës. Vetëm kur kemi pendim të vërtet nuk kemi shpresë se Zoti na pranon. Kështu që mos gënjeni veten, ju dhe unë bashkë, që të themi që Zoti na tokë ne nuk pendohemi. Prandaj ne duhet pendohemi sepse kjo na jep shpresë se Zoti na pranon. Dhe shikoni çfarë thotë shën Isak Sirian. Lotët pas pendimit janë të ëmbël Sirian. Ne çaj. Unë besoj se të gjithë neve kemi provuar ç'është lotë. Por pak kanë lotë pendim. Shumica e njerëzve, flasë për veten time, kemi lotë që na vijnë nga egoizmi, lotë nga inderimi, lotë nga inati, lotë nga trishtimi, lotë nga dëshpërimi, por nuk kemi lotë pendimi. Çfarë është loti i pendimit? Loti i pendimit është të vi keq, jo se ti rre në mëkat, jo se ti u dënove, jo se ti meriton vuajtje, por se ke i dhëruar, ke fyer dashurinë e Perëndisë. Tregon histori që sa herë që unë e lexoj dhe e kuptoj më trishton, por edhe më jep shpresë. Një djalë i ri vendosi të pendohej për mëkatet e tij. Se zakonisht rinia mëkaton sepse ka të frymën rebele. Por filloi të qaj, dhe atëherë i shfaqet Krishti. Dhe i tha, o bie, pse qaj? Po ta qajta se kam bërë mëkate. Unë do shkoj në ferë. Jo bie, unë t'i falë mëkate. Edhe i ku Krishti. Po çfarë bëri ky djalë? Filloi të qaj akoma më shumë, me dhimbje më të madhe. Edhe i shfaqet përsëri Krishti. Edhe i thotë, o bie, po pse qaj akoma? Unë t'i falë mëkate. Qaj, se kam fyer dashurinë. Pra ky është pendimi. Të qash se ke fyer dashurinë e Zotit. Ke hidhur zemrën e Zotit. Ke plagosur shpirtin e Zotit. Ke kryqëzuar Krishtin. Ky është pendimi. Po nuk e patëm ne këtë. Ne nuk pendohemi vërtet. Nuk rrëfemi me sinqeritet. Dhe nuk bëjmë përpara. Prandaj të dashur të krishterët, të pendohemi me të vërtetë. Zoti parajse ne ka kaluar për ne. Dikush e pyeti shën Paisin. A do shkojë në parajse? Se jam mëkatar. Po pse mori tha shën Paisin? Për ka krijuar Zoti parajse për dhimbje? Për neve ka krijuar. Për ne mëkatarët e penduar. Prandaj të dashur krishterë, le të bëjmë mend këto fjalë. Të pendohemi deri në fund të jetës, që kështu të fitojmë parajsën
Amin.